Me mëngjesi, faleminderit për ftesën, kënaqësia gjithmonë është edhe jona. Po, e nisim pak me punët e mira në Pejë. Qysh më shkojnë punët atje? Punën përgjithësi po shkoj mirë. Aty këtu ka ndonjë problem vogël, po mirë, po në përgjithësi është mirë duke u punu. Besoj edhe kështu do të vazhdojmë deri në fund. Po e nisim pak me këto që kanë ardhur pra ankesat e shumta, disa prej tyre pra i përkojnë edhe komunës së Pejës. Flasim për punimet në rrugën Lek Dugagjini, zoti Deqani, si qëndrojmë me punimet atje? Punimet rrugën Lek Dugagjini vetë se janë shtuar me intensitet. Pjesa urës është lëshu për qarkullimin e veturave. Mirë po pjesa kamësorëve lidhet me pjesën e sheshit, e cila do të vazhdoj deri te ura dhe pastaj pas urës do të vazhdojnë pjesën tjetër te Kapeshnicës, lagja Kapeshnica cila në Pejë. Po. Pra ajo pjesë tani veç është në fazën fillestare, pothuajse vetëm 20% që i saj është përfunduar dhe besoj që gjatë deri në fund të këtij viti do të përfundojmë sheshin dhe pastaj pjesën tjetër të shëtitorës cila vazhdon në pjesën e Kapeshnicës. Po, dhe sa i përket menaxhimit për me qend Endacak, zoti Deqani, si qëndrojmë tek kjo pjesë? Pra, si janë angazhimet në komunën e Pejës? Peja vetë se ka kontratë me një kompani për qend Endacak, është kontratë 2 vjeçare. Tani më këto ditët e fundit është nënshkruar dhe pranuar teknikisht ambulanca veterinës nga agencioni veterinës në fshatin Sferë të Pejës. Dhe aty tani do të ketë përkujtesje më të madhe sa i përket qenve në Endacak dhe çfarë do lloj kafshë Endacake, e cila vetë mbredh në rrugët e Pejës. Po, fatmirësisht pra, që kemi një angazhim dhe një kontratë aktuale për qend Endacak në Pejë. Po, kemi një kontratë e cila merret me krahastimin e tyre dhe pjesën e çfarë kanë nevojshme si qenë në Endacak. Dhe besoj në vitet në vazhdim do të sigurojmë edhe strehimorën e tyre, të cilën vetë se e kemi në projekt, po ta lëmë në vazhdimsi, punohet dhe të fshihen punë të mira, jo vetëm në fjalë. Po, patjetër. Kjo është gjë e dur, realisht. Dua t'ju pyes patjetër për një ankesë para se t'ju liroj. Zoti Deqani, për një ankesë në Binj të Pejës, bëj fjalë për një dëmtim të mërshëm, realisht. Foto skandaloze ishin ato që vishin për dëmtimin e lapidarit të UÇK-s. Unë rrugës për në punë duke